Tunxhatjeta, uroj t'jeni mirë. Nga Sykes-Picoti tek marrëveshja e Abrahamit, kush do t'i mbjetoj kasaphanës së madhe? Sonte do të flas për skenarët e frikshëm, të cilët janë sot në tryezë në të gjithë botën dhe do t'ju sjell gjithçka të detajuar se çfarë mendojnë amerikanët, çfarë mendojnë arabët, turqit, kinezët, rusët dhe pjesa më e madhe e lojtarëve të cilët po përplasen sot. Ku është duke shkuar bota dhe çfarë fshihet, çfarë është duke u gatuar menjëherë pas marrëveshjes në Gaza. Nëse dështon marrëveshja për Gazën, çfarë do të ndodhë? Dhe në rast se zbatohet, çfarë do të ndodhë? Cilët janë skenarët? Çfarë ka përgatitur Donald Trump? Çfarë ka përgatitur Europa? Çfarë po përgatisin arabët, turqit, iranianët dhe palestinezët bashkë? Çfarë po gatuan Kina, e cila ka një strategji të qartë? Të ruajmë dhe të mos hapemi, të tregojmë modesti derisa të mbrim pikën e fuqisë. Pastaj nxjerrim dhëmbët. Çfarë do të ndodhë me Vladimir Putinin në Ukrainë? Si janë skenarët? Çfarë do të ndodhë përpara kasaphanës së madhe? Sigurisht do të jetë një Stalingrad, përballja e ardhshme, por do të ndodhë në Ukrainë, në lindjen e mesme, në Kinë, edhe në Ballkan. Këtë do ta shohim më pas. Çfarë do të ndodhë me Europën? Përse shumë nga shtetet europiane menjëherë u lindi kjo dashuri e madhe për Palestinën? Si u njoftua fundi i Sykes-Picotit nga ambasadori amerikan në Ankara dhe emisari i Donald Trump për lindjen e mesme dhe Sirinë dhe Izraelin dhe Libanin, Tom Barrack? Çfarë po luhen? Cilat janë fijet dhe ne shqiptarët? Në mesin e kësaj kasaphane të madhe, si duhet të pozicionohemi dhe si duhet ta kuptojmë lojën? Unë do ju flas aq sa mund të flitet. Do ju them aq sa mund të thuhet. Do t'ju tregoj aq sa mundem të tregoj. Pjesa tjetër, ju lutem mbani shënimet e duhura. E di që na ndjekin edhe njerëzit e thjeshtë, edhe ata që janë pak më të informuar, edhe ata që janë në top nivel, që merren me punët e thella të Shqipërisë dhe të rajonit. Na ndjekin të gjithë. Shqiptarët e mi të dashur, mbani shënim sepse kjo bisedë, ky emision i sotëm nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Abdeu është një emision jo si të tjerët. Kam grumbulluar mbi 8 orë informacione për të kuptuar të gjitha detajet e Stalingradit që po përgatitet në botë dhe të gjithë skenarët e mundshëm. Nuk ka nevojë për panik. Ky është realiteti. Bota ka ndryshuar, bota do të ndryshojë, kemi 4 vite që e themi. Ata që thonë për hapni panik janë njerëz të cilët janë të shqetësuar nga bisedat tona dhe nga populariteti i lartë i tyre. Pse? Sepse misioni ynë i madh është të shlirojmë shqiptarët nga droga, nga mpirja dhe t'u heqim atyre narkozën dhe të kuptojnë, të bëhen si popujt e tjerë, ndërtojnë strategjitë e tyre të reja në botën e re që do të lindë. Le të fillojmë dhe t'i shohim një nga një, të gjitha, por përpara se t'i shohim gjitha një nga një, të gjithë ju që nuk e keni bërë subscribe kanalin, bëjeni dhe merrni videon nëse mendoni se ka ndonjë pikë vlerë, çojani pjesës tjetër të shqiptarëve. Çfarë po gatuan Donald Trump, Kina, lojtarët e mëdhenj, lojtarët e vegjël dhe si lidhen të gjitha këto me ato që ndodh në Gaza dhe si është e ardhmja e shqiptarëve dhe e Ballkanit në epokën gjatë Stalingradit dhe post Stalingradit. Nënkuptojmë me Stalingradin kasaphanën e luftës së dytë botërore që u bë ndërmjet rusëve dhe nazistëve dhe përfundoi me fitoren e rusëve. Ishte një nga luftrat më të mëdha në të shekullit që kaloi dhe për të riformatuar rendi i ri botëror do duhet, u shpresoj të mos ndodh, uroj që të mos kemi luftë, uroj të mos ketë përplasje të mëdha, por kur ndryshojnë pllakat tektonike të rendit botëror, nuk ka dhe nuk mund të ndodh kurrë pa një luftë të madhe. Tani ç'po gatuhet? Le të shkojmë t'i marrim gjërat një nga një. Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, perandoria e madhe amerikane, e shpalli dhe i nxorri thonjtë e saj në momentin kur erdhi viti 1901. Pra, pse viti 1901? Në vitin 1901 Amerika dhe perandoria amerikane vendos që të dalë nga kufijtë e saj, nga kufijtë e Amerikës. Dhe çfarë bëri? Shkoi, pushtoi
Filipinet, Hawaiin dhe Guamin. Guami është ishulli nga ku ka patur origjinën ish ambasadoria amerikane në Tiranë, zonja Yuri Kim. Pra, pas kësaj dalje të Amerikës dhe pushtimit të saj të parë në 1901 të Hawaiit, Filipineve dhe të Guamit, nisën daljen e Amerikës nga kufit e saj dhe shtrirjen e perandorisë amerikane në të gjithë botën. Nisi shekulli pra me këtë hap strategjik amerikan. Çfarë ndodhi më pas? Amerikanët thanë, ne nuk na duhet më toka, për çfarë na duhet toka dhe të pushtojmë toka dhe popujt të tjerë. Ne na duhen pasurit. Çfarë duhet të bëjmë? Si do t'i kontrollojmë pasurit? Do kontrollojmë detet dhe oqeanet. Dhe ashtu bën. Hapën, ndërtuan flotat e tyre dhe ndërtuan bazat e tyre nëpër botë dhe nisën të kontrollojnë të gjitha rrugët dhe kalimet ujore nëpër botë, duke kontrolluar kështu pjesën më të madhe të pasurive të planetit dhe të korridoreve ekonomike të planetit. Më pas erdhëm në formatimin e rendit të ri botëror apo në formatimin e rendit perëndimor të dominuar nga Amerika në hemisferën perëndimore me krijimin e institucioneve dhe vendosjen e kushtetutës së re të planetit, kushtetuta financiare, ekonomike, ushtarake dhe gjeopolitike, me FMN, me Bankë Botërore, më pas me NATO, më pas me gjithë sistemet ushtarake kulturore për të shtrirë hegemoninë e hemisferës amerikane në hemisferën perëndimore. Dhe duke vendosur këto kushte dhe këto rregulla, kontrolluan deri në fundin e luftës së ftohtë të gjithë rendin botëror deri në vitin 1989-90, pra kur ra muri i Berlinit dhe kur u shkërmoq ish Bashkimi Sovjetik. Më pas këtij momenti dhe pas këtyre fërkimeve, kemi patur gjithmonë një Amerikë agresive, e cila ka tentuar të ruaj pushtetin e perandorisë amerikane në të gjithë botën dhe e ka bërë këtë pra ashtu siç u thash, me forma nga më të ndryshmet. Dhe piknisja përpara fundit të luftës së ftohtë e mendimit dhe të projektimit amerikanëve për të ndërtuar rendin e ri botëror apo për të përcaktuar një formë të re të rendit botëror, nisi në vitin 1981 me presidentin Ronald Reagan, por përpara saj shkëndija ishte dhënë në vitin 1971, kur në korrikun e 71-shit aso kohë këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Nixon, Henry Kissinger, shefi i diplomacisë më pas, e mori Kissingerin dhe nëpërmjet një ndërmjetësimi të Pakistanit, që kishte lidhje shumë të mira diplomatike dhe kanale të forta komunikimi me Pekinin, ndërtuan dhe krijuan një mundësi dhe një hapësirë për të shkuar dhe për të parë Kinën nga afër dhe për të ndërtuar një strategji që do të frenonte Kinën apo do të tentonte ta kontrollonte Kinën. Dragoi kinez e kishte vendosur strategjinë e tij mira vjeçare prej kohës së luftëtarit Sun Tzu, dhe Kina ishte e vendosur me Partinë Komuniste Kineze që të ndërtonte strategjinë e cila thot fshihi mundësitë tua derisa të kesh i fortë, dhe kur ti bëhesh i fortë, atëherë nxirri dhëmbët. Henry Kissinger kishte thënë prej asaj kohe dhe kishte deklaruar qartë çfarë kishte thënë? Kishte thënë që në qoftë se nuk e ndalim Kinën dhe në qoftë se nuk e kemi një plan për ta kontrolluar dragojin kinez dhe për t'i ndenjur pranë procesit të forcimit të tij, atëherë Amerika dhe Kina shkojnë në një përplasje të përgjakshme e cila do të paguhet me një faturë katastrofike për gjithë planetin. Pse? Sepse dragoi do të zgjohet një ditë dhe Amerika nuk do të jetë e gatshme për të lëshuar asnjë fije peri. Amerika në kohën gjatë luftës së ftohtë mori kontroll oqeanet, mori në kontroll detet, mori në kontroll sistemin botëror që e formatoi pas luftës së dytë botërore, menjëherë pra kur lindi ajo marrëveshja e Bretton Woodsit të famshme në Amerikë, dhe erdhëm në kohën e luftës së ftohtë ku Amerika ka patur
100 ndërhyrje ushtarake. Pra pasi nisi ta kontrolloj botën, kishte shumë baza ushtarake në gjithë botën, të cilat ishin aty gati për të ndërhyrë në çdo moment që kishte ndonjë rebelim, kishte ndonjë tentativë, president që nuk na duhen, kryeministra që nuk na duhen, tentativa për të largu këtë, për të sjell këtë, sepse duhet kontrollonin lojën. Erdhëm në momentin e 81-shit kur Reagani nis të formatoj diçka, pastaj erdhëm tek babai Bush, që nisi të mendoj për botën e re amerikane dhe për planet e reja amerikane, erdhëm tek presidenti Bill Clinton me roadmapin e famshëm për lindjen e mesme, erdhëm pastaj me George Bushin birin pra pas 11 shtatorit dhe Condoleezza Rice-it, e cila folli për atë plan amerikan që u quajt positive destability, apo destabiliteti pozitiv, rrëzimi i Irakut nga harta e lindjes mesme me goditjen e Saddam Husseinit në 2003, pas lobimit të hebrejve në Senat dhe në Kongres në dhjetorin e 2002 që i bindën Amerikën dhe krijuan kushtet se atje ka armë të shkatrimit në masë dhe ishte preteksi pastaj i luftës kundër terrorizmit dhe 11 shtatori e tjerë që u bën shkak që Amerika të nis sulmin e saj ndaj Afganistanit, ndaj Irakut, goditjes Al-Qaedës, e cila kishte qenë më parë bashkëpunëtore amerikanëve në luftën kundër sovjetikëve në Afganistan. Pra, erdhëm në momentin kur amerikanët janë përballë 35 trilion dollarëve borxhe të ekonomisë së saj, edhe pse shtypin para, edhe kanë fuqi të jashtëzakonshme ushtarake dhe ekonomike dhe vazhdojnë të jenë fuqia dominante e planetit, do të thotë që erdhëm në një moment ku Amerika duhet mendoj seriozisht se çfarë do të bëjë me botën. U shkërmoj Bashkimi Sovjetik në 1991, u morën vesh me Gorbachovin, Jelcini ishte i dobët, KGB-ja nxorri dhëmbët dhe nxorri asin e saj poshtë mënge, prodhoi Vladimir Putinin, erdhi Putini dhe pastaj ndryshoi loja e madhe. Putini e mori Rusinë, e bëri një fuqi të jashtëzakonshme dhe loja filloi të ndryshoi pak e nga pak. Amerikanët ishin të detyruar tashmë të merren me këtë lojë të madhe. Putini thyu rendin botëror në 2022-24 shkurt, Kina synon të marrë Tajvanin dhe Amerika synon të ruaj Tajvanin, ndërkohë lindja e mesme, femra e akilit për gjithçka, ishte ajo që trazonte shpirtin e Amerikës apo planet e mëdha të deep state-it amerikan, të Pentagonit, të Shtëpisë Bardhë dhe gjithçka që ishte ndodhur. Çfarë po ndodhe? Nuk kemi asnjë mundësi që të zgjidhim rendin botëror pa zgjidhur më parë dhe pa kuptuar se çfarë do të ndodhë me çështjen palestineze. Palestina është zemra e planetit bashkë me konfliktin arabo-izraelit, apo izraelito-palestinez, apo izraelito-Hamas. Pse? Sepse nga atje do të përcaktohet rendi i ri global dhe nga atje do të nis Stalingradi i dytë, për të cilin unë e kam bërë këtë emision. Të gjithë skenarët cilët janë, le të shkojmë të shohim një e nga një. Erdhëm dhe ka 2 ditë, 3 ditë, ne kemi folur dhe kemi shpjeguar në detaj. Të gjitha planet i keni poshtë tek videot e më poshtme të super shpjeguara, nga rrethimi i Turqisë, plani i Qipros, Izraeli, ndarja e lindjes mesme deri tek armët e frikshme kineze të cilat i kanë dalë, cilat janë armët, e kam analizuar edhe me kolonel Demiraj, e kam analizuar edhe vetë çfarë po përgatit Kina dhe përse Amerika tashmë me Donald Trumpin është e shqetësuar, si po luajnë lozhat e deep state-it në Washington, çfarë po luan Londra, kujdes, është shumë e rëndësishme, Parisi, dhe përse pikërisht tani zgjodhen të njohin Palestinën. Është një lojë shumë e madhe, të cilën unë do të vazhdoj t'ju shpjegoj brenda minutazhit që kemi të përcaktuar për këtë emision apo për këtë bisedë. Pra, kemi 3 ditë që flasim për marrëveshjen e Hamasit me Izraelin nëpërmjet Donald Trumpit dhe ndërmjetësit të Katarit, Turqisë, Egjiptit dhe shteteve të tjera arabe dhe islam. Arabët e detyruan Hamasin që të pranojë këtë marrëveshje. Marrëveshja e Hamasit dhe pranimi i Hamasit ishte një tentativë e tij sigurisht
për t'i ndërtuar një kurth Donald Trumpit sipas këndvështrimit të Hamasit, në mënyrë që të fitojnë kohë ata, sepse eliminimi i Hamasit është diçka e pamundur dhe këtë nuk e thot Kreshnik Osmani, por e thon kush? Vetë amerikanët. Çfarë thon ata? Çfarë janë think tanket më të rëndësishme të Amerikës, të cilat unë po i hulumtoja sot tërë ditën? Ishin duke shkruar qartësisht dhe duke përgatitur rekomandimet për presidentin Donald Trump, se cila duhet të ishte përgjigja e tij për mënyrën, stilin, formën e të shkruarit dhe frymën e përgjigjes që i ka dhënë Hamasi Donald Trumpit. Por, think tanket në Amerikë përgjigjen më parë çojnë në Tel Aviv se sa ta çojnë në Washington, ose të paktën think tanket të cilat kontrollohen nga lobi izraelit në Washington, në Amerikë në përgjithësi. Ndaj dhe Benjamin Netanyahu është shumë mirë i informuar përpara se t'i shkojnë rekomandimet Trumpit se si ai duhet ta lexojë përgjigjen e Hamasit. Përgjigjet kanë shkuar në Tel Aviv dhe në këtë rast Tel Avivi dhe Benjamin Netanyahu janë të gatshëm dhe i paraprin qëndrimeve të Trumpit dhe parapërgatiten përpara tij, ndaj dhe lëvizin situatat nga momenti në moment në Tel Aviv edhe kështu në Washington. Cila ishte përgjigja e think tankeve amerikane? Nuk ka asnjë mundësi të shfarroset plotësisht Hamasi. Çdo lloj marrëveshje që do bëjmë me Hamasin, është kohë që do ja japim Hamasit që ai të ketë frymëmarrje dhe të rikuperojë forcën dhe energjinë e tij pas kësaj që ka ndodhur. Pse? Ku i kanë bazuar këto përfundime? Përfundimi është bazuar mbi faktet kokëforta shkencore, të cilat vërtetojnë se përpara luftës së Izraelit ndaj Hamasit dhe ndaj Gazës, rripit të Gazës, menjëherë pas operacionit të 7 tetorit që bëri Hamasi në brenda Izraelit, në këtë moment Hamasi, sipas burimeve amerikane, kishte 15.000 deri në 20.000 luftëtar aktiv të rekrutuar dhe që ishin brenda radhëve të Hamasit. Por amerikanët thonë se sot, pasi ka kaluar kjo masakër e madhe, kjo genocid i madh ndaj popullsisë civile në Gaza, sot numri i ushtarëve të Hamasit është më i madh se sa numri i ushtarëve të Hamasit kur kishte filluar lufta. Cila është analiza dhe pse amerikanët mbritën në këtë përfundim? Rezultati është i thjeshtë. 60.000 deri në 80.000 njerëz civil plus tjerët ushtarakët e vrarë kanë të gjithë nga 4-5 veta në familje. 4-5 meshkuj të gati për armë. Njëri ka humbë vllajën, tjetri ka humbë motrën, tjetri ka humbë fëmin, tjetri ka humbë nënën, tjetri i ka humbë gjithë bashkë. Ata janë të gjithë ushtarë të rinj Hamasit. Nuk diskutohet fare. Çfarë po bëjnë? Po bëjnë tani planin e madh. Kush është plani? Plani ishte, e morëm filluam me Reaganin, erdhëm ke Bushi i birit në 81-shin, Bushi babai nisi formatimin e plot asaj që nisi Reagani në 81-shin, erdhëm tek Bill Clintoni, që përgatiti roadmapin dhe përpjekjen për të krijuar shtet palestinez, erdhëm tek Barack Obama, tek pranvera arabe, që i vuri tërmetin të gjithë botës arabe, u kthyem pastaj tek momenti i ri i Donald Trumpit, erdhëm tek Joe Bideni, sërish tek Donald Trump. Kush është plani? Nga lindja e mesme e madhe, dolëm tek lindja e mesme e re, apo tek Izraeli i madh. Si realizohet? Nëpërmjet nënshkrimit, sipas përfiturimit të Donald Trump, nëpërmjet nënshkrimit të atij që quhet marrëveshja, asaj që quhet marrëveshja abrahamite. Ç'është marrëveshja abrahamite? Një marrëveshje e cila siguron dominancën e Izraelit pa diskutim në rajonin e lindjes mesme dhe kontrollin e arabëve dhe të gjithë popujve aty, duke kontrolluar edhe politikën, edhe kulturën, edhe ekonominë, edhe të gjithë diskursin e dominancës së një populli apo të një shteti ndaj një shteti tjetër. Arabët e dinë këtë.
shkuan, firmosën dhe i thanë Amerikës, ne jemi gati të nënshkruajmë marrëveshjen abrahamite, por ishin të vetëdijshëm se kjo do të ishte dominanca dhe piknisja e Izraelit të madh, dhe Izrael i cili nuk është tek fantazia e atyre që kritikojnë Izraelin apo Benjamin Netanyahu, por është i shkruar me laps dhe me letër tek libri i Benjamin Netanyahus 35 vjet përpara, 32 vjet përpara, 28 vjet përpara, një vend në mes të kombeve. Benjamin Netanyahu e shkruan aty, e ka të shkruar, libri është publik. Ëndra e tij është Izraeli i madh, që i ka kufit nga delta e Egjiptit deri në kufi me Irakun, nga jugu i Turqisë, veriu i Sirisë deri në veri të Medinës në Arabi Saudite. Kjo është ëndra e tyre. Si arrihet nëpërmjet një dominance gjeopolitike e cila nis me e heqjen e pengesave të mëdha, të cilat qëndrojnë përballë marrëveshjes abrahamite. Nuk ka marrëveshje abrahamite, as dominancë të Izraelit në rajon, në qoftë se nuk zhduken dy pengesa kryesore. 1. Hamasi, 2. Hezbollahët, 3. Mburoja e tyre e madhe që është Iran. Tashmë në lojë ka hyrë Siria, ka hyrë Turqia, ka hyrë Arabia Saudite, ka hyrë Katari, ka hyrë Pakistani, ka hyrë Egjipti. Egjipti është i madh. Egjipti nuk është humor, Egjipti nuk është shaka. Dhe të gjithë kanë hyrë në lojë tani sepse ata kanë zbuluar tashmë që plani i Donald Trump dhe i deep state-it amerikan, i cili është në krahun e Trumpit, do të vi pak më poshtë tek çfarë po ndodh në shtetin e thellë amerikan, aq sa mund të them, nuk i them do të gjitha. Por të mençurit kuptojnë me shenja. Nuk i themi do të gjitha, sepse do të lëmë diçka për më vonë. Është loja shumë e ngatëruar, shumë lojë e madhe. Por do themi aq sa duhet të themi në këtë moment, sepse çdo gjë është e bukur në kohën e vet dhe me masën e duhur. Plani është rrafshimi i Hezbollahëve, rrafshimi i Hamasit, nënshtrimi i Egjiptit, coptimi i Turqisë, dobësimi i Iranit, coptimi i Sirisë dhe varfërimi i vendeve të gjirit. Arabët e kanë kap filmin, iranianët e kanë kap filmin, Izraeli sigurisht e di filmin, turqit e kanë kap filmin, dhe çfarë na thon amerikanët sot? Burimet të Homeland Security dhe të gjitha zyrave strategjike të sigurisë kombëtare amerikane dhe think tankeve amerikane të cilat po angazhohen me këtë punë. Sot thonë, ata, jo unë, ata, mbani shënim, këto të dhëna nuk do t'ju jap kërkush. Në asnjë televizion shqiptar nuk do të gjeni këtë që po dëgjoni këtu sot. Është e qëruar historia deri në detaje. Çfarë thonë amerikanët sot? Në rast se do të bëjmë gati planin e Stalingradit, që është kasaphana e madhe e lindjes së mesme. Nesër do të ndodhë ky konfigurim në lindjen e mesme, thonë amerikanët. Egjipti do të bëhet bashkë me Hamasin, me Hezbollahët, me Turqinë, me Katarin, me Iranin, me Pakistanin dhe me Sirinë. Të gjithë këta do bëhen bashkë. Arabia Saudite do të jetë asnjëse, më tërhequr. Kështu thonë amerikanët, nuk po them unë. Në rast se nesër nis Stalingradi dhe kasapana e madhe në lindjen e mesme, Turqi, Iran, Egjipt, Katar, Pakistan, Siri do të bëhen gjithë bashkë. Arabia Saudite, Egjipti, Arabët dhe një pjesë
e turqëve nuk e duan Hamas. As Hezbollah, sigurisht, sepse janë të Iranit. Irani është armik strategjik në lidhjen e mesme. Ndërsa Hamasi luan edhe me Iranin, që është armiku i sunitëve, pra i aksit sunit strategjik, por është edhe pjesë e vllazërisë muslimane, të cilën nuk e do as Egjipti, as Arabia Saudite, as Emiratet Bashkuara Arabe. Sepse ata përfaqësojnë një rrezik që është islami politik, të cilin Sauditët dhe Emiratet nuk e duan në përkëmbë. Vllazërinë muslimane. Pse është histori e gjatë kjo pastaj? Luajnë për britanikët, luajnë për këtë, luajnë për atë, i kanë fijet këtu, i kanë fijet atje, kjo është histori tjetër. Donja 2 orë tjera të shpjegohet. Por të rrim këtu. Turqit e din që kasapana e radhës do t'jetë Turqia. Ja tha Mossadi izraelit, ja thanë dhe shërbimet amerikane. Pas Katarit e ka radhën Turqia. Turqit e kanë marrë vesh tani që është plani i coptimit Turqisë. Po luajnë fort. Amerika e do Turqinë nga ana e saj, po nga ana tjetër nuk do as ta humbas, po nga ana tjetër do që edhe t'i jap në i kërbaç her pas here, që të lëviz drejt, dhe do të ndaj me Turqinë zonat të influencës, por nuk e do atë që të hynë Ballkan. Apo tek zonat caktuara të Ballkanit. Dhe në zonat të tjera. Merret vesh me të, në raste të tjera nuk merret vesh. Tani arabët, Arabia Saudite, Katari, Irani, Turqia, të gjithë e din që kjo lloj dominance e Izraelit pas rrafshimit të Hamasit dhe të Hezbollahve do t'u vi radha atyre. Dhe çfarë po bëjnë? Shohim Arabinë Saudite e cila ka thyer të gjitha lojrat me princin djalin e ri Mohammed bin Salman, i cili thyen rregullat tradicionale të aleancës strategjike me Amerikën dhe shkon në Pakistan, dhe shkon tek i kundërti i tij, tek hasmi i tij më i madh që ishte Irani, dhe bëjnë marrëveshje strategjike të mbrojtjes së përbashkët me Iranin. Irani thyen rregullat, gjithashtu shkon në Arabi Saudite. Dhe Arabia Saudite sot bashkë me Iranin, bashkë me Turqinë, bashkë me Katarin, bashkë me Pakistanin, bashkë me Egjiptin, nuk kanë më interes që të shfarroset Hamasi me Hezbollah. E kuptuam? Ndaj, Donald Trump, Amerikanët dhe Tel Avivi dhe Benjamin Netanyahu e din shumë mirë tani që të gjithë këta do të bëhen bashkë, sepse kanë një armik përbashkët, që është dominanca e Izraelit ndaj rajonit të Lindjes Mesme. Donald Trump është presidenti i shtetit më të fuqishëm planet dhe thot në qoftë se unë nuk e ruaj tani këtë dominancë, unë nuk kam më fuqi të ruaj dominancën e Amerikës. Dhe çfarë po bën Donald Trump? Donald Trump do të ngri konfliktet e Lindjes Mesme, ndaj i thot Bibi Netanyahu shpejt, urgjent, dhe në qoftë se nuk e realizoni deri nesër pas nesër, sot në orën 6 me orën e Washingtonit mbarojnë afati i dorëzimit pengjeve, do hapen dyert e ferrit. Çdo thot do hapen dyert e ferrit, a dini? Do thot flak në Lindjen e Mesme. Çfarë do të bëjë Donald Trump? Do ta ngri për momentin Lindjen e Mesme që të bëj çfarë? Të bëj Dancing with the Stars? Jo, të përgatitet për përplasjen me Kinën, të rrethoj Kinën. Pse? Sepse Kina doli nga shtrati. Kina u ngrit nga shtrati, e grisi lojën Kina dhe tha nxori raketat më të rrezikshme me 80 mbushje bërthamore, 60 mbushje bërthamore, një kokë vetme. Me 60 mbushje bërthamore dhe një bombë me hidrogjen. Por çdo bombë, një shtet amerikan rrafshohet, një. Del Donald Trump dhe jep përgjigje kinezëve, çfarë u thot? Amerika është duke përgatit bishën F-47, e pa parë ndonjëherë 5.000 deri 7.000 kilometra shpejtësi, e pa prekshme nga radarët, bish që do të trondis planetin.
dhe është quajtur F-47 në nder të Donald Trumpit, që është presidenti 47 i Shqipërisë. Ndaj Donald Trump e ka me shpejtësi, me urgjencë të ngri konfliktin e lindjes mesme në këtë moment, duke mbyll Gazën. Problemi është që nuk zhduket Hamasi as Hezbollahu, sepse nuk ka fuqi as mundësi Izraelit të zbres me toka, me trupa që të shkojë të luftojë me Hezbollahu në jug të Libanit. Mund godas me F-35, po në tokë nuk guxon me shku, as në Liban, as në Gaza, sepse i dalin nga tunelet. Dhe pas gjithë kësaj kohë luftë, edhe me Iranin, edhe me Hamasin, edhe Izraeli është dobësu, nuk ka më fuqinë që kishte. Këtë e thonë Amerikanët. Tani po bëjnë llogari ata. Si do t'ja bëjmë? Sepse Bibi Netanyahu kërcënohet nga Smotrich dhe Ben Gvir, nga ultranacionalistët brenda qeverisë tij, thonë do të rrezojmë. Dhe Netanyahu është gati për çdo lloj preteksti në momentin që i duhet preteksti. Për ta prish këtë punë, për ta prish lojën. Ndërkohë palët të tjera po bëhen gati. Rusia po bëhet gati, Kina po bëhet gati, dhe të gjithë loja është bërë jashtëzakonisht e rrezikshme. Kina nxorri 61 raketa, 61 armë të frikshme, 16.000 kilometra fluturim, e ngarkuar me 60 koka për thamor. Çfarë do të bëjë Amerika në këtë moment? Do të provoj që të çarmatos Hezbollah në Liban, kjo arrihet vetëm me luftë civile në Liban. Tom Barrak tha nuk ka luftë civile. Do ja marrim armët Hezbollah. Tani kanë lind konflikt mes kryeministrit dhe presidentit Libanit. Nuk e çojmë vendin thotë në luftë civile, nuk do përplasemi me Hezbollah, se kanë ushtrim më të fortë se sa ushtria e Libanit. Ahmed El-Shara në Damask gjithashtu ka ardhur me një marrëveshje të madhe. Edhe ai tashmë e ka të qartë që goditja e Hezbollahve dhe e Hamasit nuk është në të mirën e tij, sepse të gjithë syt do përqendrohen tek ai. Ndaj tani edhe Erdogan, edhe Turqia, edhe Irani, edhe Arabia Saudite, edhe Katari, edhe Pakistani, edhe Egjipti nuk kanë më interes që të goditet dhe të rrafshohet komplet Hamasi me Hezbollah. Dhe në rast të shkuarjes në Stalingradin, në kasaphanën e madhe, që është hapja e dyrëve të ferrit siç ka kërcënuar Trump në lindjen e mesme, do thotë që gjithë ta do bëhen bashkë, sepse do t'u vi Tel Avivin në shtëpi. E kuptuam lojën. Tani ty pak më thellë, do më falni sot, do ju marr 5 deri në 10 minuta më shumë se 30 minutë që i zakonshëm, sepse kjo bisedë e sotme është nga më të rëndësishmet që duhet ta ruani me kujdes dhe t'i referoheni dhe t'i ktheheni. T'i ktheheni në momentin e duhur. Çfarë po ndodh në Amerikë, në shtetin e thellë, dhe çfarë po bën Trump atje, dhe kush do të vendos për kasaphanën e madhe, qoftë në lindjen e mesme, qoftë në Kinë, qoftë në Rusi, qoftë në ndonjë pikë tjetër në Europë. Kthehemi pak shpejt tek vizita e Donald Trump ku? Në Buckingham Palace, në Londër, tek mbretëresha. Mbretëresha nuk është më, është mbreti, me të cilin britanikët, europianët dhe një pjesë e botës bën humor dhe thonë mbreti që mbretëron, por nuk ka pushtet. Jo, është një iluzion. Kur ta dëgjoni, kuptojeni që ju ka ngënjur. Mbreti i Britanisë i ka të gjithë pushtetin të ndrojë qeverinë, pushoj parlamentin dhe t'i bëj të gjitha çfarë don ai. Dhe kurora britanike kontrollon Kanadan, Australinë kontroll plot, janë nën hyçmin e tyre. Dhe ka një kontroll të madh ku? Në deep state-in amerikan. Prej kur?
prej 1717-ës, kur kryua lozha britanike në Amerikë dhe prodhoi George Washingtonin, presidentin amerikan, i cili erdhi 1776 në presidentin e Amerikës. Po ta shihni vizitën e Donald Trump, i cili kërkon të thyej deep state-in e vjetër dhe ta ndrojë atë me deep state-in e ri, po të shikoni vizitën e Donald Trump në Buckingham Palace, do ta shihni se ai pritet sikur është një punëtor i Buckingham Palace dhe jo presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çdo president amerikan kur zgjidhet duhet e ka detyrë, vizita numër 1 bëhet ke mbretëresha. Dorëzohet atje tek froni në Londër, tek kurora e mbretëreshës që sundonte planetet dhe botën. Këtë radhë Donald Trump ndryshoi lojën. I dha të kuptoj mbretit britanik dhe kurorës britanike me një gjest shumë të fortë në takimin me forcat armatosura në kopshtin e Buckingham Palace-it, kur u shkëput nga mbreti dhe e la atë mbrapa. Kodi ishte që ne nuk jemi më në lozhën e 1717-ës, nuk jemi më në Londër. Dhe bota ka kalu nga Pax Britannica në Pax Americana. A e pat kush ishte kundër përgjigja dhe përgjigja e menjëhershme e Londrës? E pat çfarë bëri? Çfarë bëri? Ma shkruani ke komentet para se t'ju a them mua. Njohu Palestinën. Përse Londra e njohu Palestinën bashkë me Francën, bashkë me Europën, dhe Arabia Saudite lobonte bashkë me Francën për të njohur Palestinën. Dhe njohën gjithë pas Londrës. Përgjigja ishte për lobin e deep state-it të ri të Donald Trumpit, i cili synon të zëvendësoj lobin e deep state-it kurorës mbretëreshës. Kaq mund të themi për momentin, të tjerat rrugës. Ustallarët e kuptojnë mirë se çfarë po them. Edhe ata që kanë informacione kuptojnë mirë se çfarë po them. E rrufeshme përgjigja britanike, ndaj Amerika sot me Londrën janë në pikën e tyre më kritike se si do të shkojë loja e ardhshme. Në rast se ndodh transformimi i madh në lindjen e mesmes, transformimin të cilin e njoftoi kush? Tom Barrack, ambasadori amerikan në Ankara dhe emisari i tij në lindjen e mesme, përfaqësuesi i tij për Sirinë, Libanin dhe Izrael. Çfarë tha Tom Barrack? Tom Barrack është njëri i real estate-it, vjen nga Kalifornia, ka qenë nga njerëzit shumë pranë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shumë i paguar prej tyre, sepse Emiratet Arabe kanë dashur ta përdorin si një kokë për të ndërtuar një lob të Emirateve Arabe brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe është gjykuar atje përballë gjykatave amerikane se ka marrë shumë para. Pra është një biznesmen i fortë Tom Barrack, ambasadori amerikan në Ankara sot. Shkoi në Liban, shkoi në Tel Aviv, shkoi dhe në Damask, shkoi në të gjithë rajonin Tom Barrack dhe njoftoi në emër të atij që ai e quan my boss, Donald Trump. Dhe tha, koha e Sykes-Picotit mbaroi dhe do të shkojmë në kohën e marrëveshjes abrahamike. A dini ç'do thotë koha e Sykes-Picotit mbaroi? Sykes-Picoti ishte ndarja e lindjes mesme sipas përfiturimit britaniko-francez në fillim të shekullit që kaloi. Tom Barrack i thot në emër të his boss, në emër të bosit të tij, thot botës dhe rajonit, arabëve dhe turqëve, Sykes-Picoti mbaroi, kemi hyrë në erën amerikane. Kuptuam lojën. Europa ktheu përgjigje dhëm për dhëm dhe njohur Palestinë.
Edhe i than lopit sionist në Washington të Deep State-it, ka dhe një lop tjetër të cilit do i bëni llogarit për ndryshe shkojmë në luftë. Dhe kjo do të bëj Stalingradin e madh nëse nuk ka marrëveshje në tavolinë. Stalingradi do të jetë i përgjakshëm në lindjen e mesme dhe në Kinë dhe në Rusi, në qoftë se nuk ka marrëveshje. Kujdes, dëgjoni me kujdes. Do ta mbyll. Çfarë do ndodh me shqiptarët? Ti vem ka pak. Se kjo na intereson, ne nuk i zgjidhim hallet e botës. Ne i shpjegojmë kulisat që të kuptojnë shqiptarët. Ky është qëllimi im. Kreshniku për këtë jeton dhe punon. Ti mësojmë shqiptarët ne çfarë do bëjmë, se ne nuk i zgjidhim punët e dynjas sot. Një pyetje në ditë më vjen, Kreshnik çfarë do të ndodh me ne shqiptarët këtu në Maqedoni, këtu në Kosovë, këtu në Shqipëri, këtu në Lugin. Ja t'ju a them me 3 fjalë. 3 fjalë shkurt. 2 skenar ka për shqiptarët. Sot Tirana dhe Beogradi janë pa ambasador amerikan. Amerika ka ullë stekën dhe do të shohë se si do të shkojë rajoni Ballkan. 2 skenar ka për shqiptarët. Në qoftë se nis kasaphana e madhe në lindjen e mesme dhe Stalingradi i madh në lindjen e mesme, në detin e Kinës Jugut dhe në Ukrainë, ne do të presim sa të mbarojë atje të shohim çfarë do të ndodhi me ne. Dhe do jemi jashtë loje. Në qoftë se Rusia sulmon Europën në ndonjë marrëveshje të mundshme me amerikanët apo çdo lloj skenari tjetër, ne prap do jemi jashtë loje derisa të mbarojë loja atje. Kush fiton lojën do të paguajmë në faturën si në anën e kujt do të jemi. 2. Si jemi ne në krahun e Amerikës, sepse jemi lëpirësa dhe servil, në qoftë se do të jemi me këtë formulë, Amerika do t'ju hedh ju me gjithë mua në kosh të plerave. Mbajini mend nga Kreshniku. Ose mbajini shënim, ose ruajini videon, se si dihet me YouTube-in ç'a ndodh nesër pas nesër, mas i vite, mas 5 vjetëve dhe mas përplasjes së Stalingradit. Mbajini shënim. Në qoftë se Amerika bën marrëveshje me Kinën dhe dorëzon Tajvanin, Stalingradi do të nonë në lindjen e mesme. Kasaphan. Në qoftë se Amerika e ngrin lindjen e mesme, merret vesh me arabët, turqit, iranianët, Hezbollah dhe Hamasin dhe me Tel Avivin, do të thotë që Kasaphana dhe Stalingradi do të bëhen në detin e Kinës Jugut në përballje me Kinën, përplasja e pashmangshme me Kinën. Dhe në qoftë se merret vesh dhe nuk merret vesh me Putinin, Kasaphana dhe Stalingradi do të ndodhë në Ukrainë. Në qoftë se Donald Trump merret vesh me Kinën dhe merret vesh edhe me Putinin duke i lënë pjesën e pushtuar tashmë të Ukrainës dhe duke i lënë Kinës Tajvanin, Stalingradi do të ndodhë në lindjen e mesme Kasaphan. Po Ballkani, shqiptarët kanë 2 mundësi, që s'kan të tretë. Në qoftë se duan të jenë partnerët dhe aleatët strategjik të Amerikës, duhet të jenë të fortë, duhet të jenë ekonomikisht të fortë, fuqishëm ushtarakisht dhe të pa zëvendësueshëm gjeopolitikisht. Në qoftë se shqiptarët do t'i lejojnë kastat e tyre politike, t'i shkatërrojnë ata, t'i dopsojnë dhe t'i bëjnë thërrime, marrëveshje e mundshme ndërmjet Donald Trumpit, Vladimir Putinit në Ukrainë do të thotë automatikisht marrëveshje ndërmjet Washingtonit, Moskës dhe Beogradit dhe do ta ham nesa krahu, ju kërkoj falje për shprehje. Kush ju trego pralla të tjera në për televizione e në për portale, bëni çfarë t'ju ketë kokra e qefit, dëgjojeni ose jo. Është puna juaj. Por këtë që ju a thash, mbajeni shënim dhe shënoheni me 4 vijat kuqe poshtë.
Kjo është loja e madhe. Ky është Stalingradi, këto janë skenarët, këto janë lozhat, ky është deep state-i. Kjo është loja Londër-Washington, Washington-Bruxelles. Kjo është loja me Kinën, kjo është loja me lindjen e mesme. Kush e kupton, kush i ka antenat të aktivizuara, e kupton mirë çfarë po them. Pjesa tjetër, urojmë që ta kuptoj me kohën, sepse këto punë janë pak të holla dhe nuk i kupton dot çdo kush. Ju kërkoj ndjes që sot ju mora 15 minuta më shumë se zakonisht, por kjo bisedë është jashtëzakonisht e veçantë dhe shumë e rëndësishme, të cilën duhet ta memorizoni përmendsh, ose duke mbajtur shënime ose duke e ruajtur. Kaq kishim për momentin, zhvillime të tjera të mëdha po vinë dhe ju e dini që ato do t'i merrni vesh, vijojnë në numrin e ardhshëm.